Po, a ka diçka mirë që ka bërë? Shteti i dëruar kushtrim. A ka diçka mirë që ka bërë? Matën e mirë qenje. E qartë, po a ka diçka që ka bërë mirë? Shqeni. A ja njeh ndonjë merit që e ka bërë mirë? Që mund nëse i rreshtove, i listove këto dështime të qeverisë zotit Kurti. Nuk kam diçka. Ne muna me dalë të verjo. Ato që dhe të sovraniteti. Muna me dalë. Si me thanë, sikur çdo shqiptar do t'isha i lumtur që kjo, që po flitet është. Ne kena me pagu një kost. A jemi sot qështu? Jemi në rregull, okay, jemi. Bravo. Po kena më ullë tavolin nesër. Ka një marrëveshje mrapa. Marrëveshja e Brukselit e Orit nuk më le mu me fol e me thonë ka pozitivitet. Se unë e di që ka marrëveshja e Orit edhe e Berlinit. E Brukselit, po. Dhe ato t've që mund e shtynë, suni i ka saj. Suni i ka saj. Dhe si politikan me përvoj, unë e shë që atje, jo këtu. Nuk, për mua, a ka dalë fotografia e presidentës tonë, zyra nuk ka shumë flamuri, nuk ka suverenitet për mua. Është simbolik. Është simbolik, por nuk është suverenitet. Se mrapa që asaj, nuk e përfundu punët. Po qa, po ka ndryshime tjera përse i takon Sigurisht, ka përmësime siguri, ka përmësime qarkullim, që duhet vlerësuar. Ka përmësime në luftimin e bandave, absolutisht duhet vlerësuar. Këto e reale. Po atje të sovraniteti, kërë nëzore ti, ende, çështjet janë të pambyllura. A duhet të ndihmojmë kryeministin e arshëm të Kosovës? Gjithë duhet të ndihmojmë. Pavarësisht pozitë o opozitë. Nuk jemi duke ndihmuar kryeministin e Kosovës, jemi të ndihmu Kosovën. Pra dhe unë zakonisht ndaj këto politikat lokale dhe temat nacionale.